Falenderoj. Kemi dhe vetëm 4 minuta, 5 minuta ko i dashur Albert. Si e shikon raportin e Vlenit me vëmëron të zotit Mickovski, sepse ai gjithmonë më shumë po tregon që isha e fituat edhe prej meje, edhe nga mbështetja që unë ju dhash, edhe në ato komuna ku shumic janë shqiptarët, njerëzit që kanë qenë votues Maqedonas janë këshilluar nga Mickovski të votojnë anti-BDI pro Vlen. Unë mendoj që ai kërkon në atë që pas ti ai edhe meriton nëse ka dhënë vota përfitore, kërkon vota në ato mendvotime ku ato kanë oponent jo të koalicionit. Ajo ishte... Kjo është politike e pastër. Kjo është politike e pastër, mendoj se nuk ka ati ndonjë dilemë pse ndodh ajo. Jo, unë e kisha në raportet etnike, atë që nëndizoi dhe zoti Peci. Ndodh që në komuna ka ku MMR DPM oponenti ka BDI-n që shqiptar, nuk janë vetëm oponent politik, po edhe të etnikumit tjetër. E tash MMR DPM kërkon që në ato komuna partnerët e koalicionit t'japin votën VMRO DPM-s, nga se për shembull VMRO DPM disa komuna ku garojshin shqiptar, jo që vada votën, po edhe nuk kandidoj. Domethënë nuk ka ndonjë kështu pikpyetje të madhe pse kjo ndodhen. Unë mendoj se partnerët e koalicionit duhet ta vendosin çfarë drejtimi do ta çojnë koalicionin. Zgjedhjet lokale do të përfundojnë. Nëse ato kanë një sjellje jo korrekte njëra me tjetrën, atëherë marrëdhëniet ndërretnike do të bëhen temë kryesore e qeverisjes të VMRO DPM-s. Nëse arrin mënyrë si ti kontrollojnë edhe ato përfaqësues të vetë, se nuk është kjo vetëm çështje liderësh se si do të veprojnë liderët. Është edhe poshtë... Po, ai eshelloni 2, 3 janë zakonisht ata të cilët nuk maten edhe bëjnë veprime të cilët u atencionojnë situatën e tash ato duhet vendosin me një moment. A do të hapin përgjegjësinë etnike ose atë bashkëpunuese me partnerë e koalicionit, kjo nuk është gjë e lehtë me një shtet ku marrëdhëniet ndërretnike kanë qenë temë primare 35 vitet e fundit. Nuk janë ato me kështu përkot tema kryesore. Ne kemi pas sfida gjatë këtij 35 vjeçari, ato kanë kulminu me një luftë 2001-shin, ka pas faza të mira, ka pas faza të këqija, po sa më shumë që kanë qenë të kujdesshëm partnerët e koalicionit, aq më shumë kanë mund të punojnë edhe në tema tjera, edhe mos i kthehen kësaj. Se një prej faktorëve kryesor destabilizues, cilët mund të jenë për Maqedoninë e Veriut janë marrëdhëniet ndërretnike. Ato u vërtetuan edhe vitin 2001, edhe për shpejtimi i integrimeve europiane, se ajo është një prej materialeve ngjitëse që do t'i shkri edhe këto... Po, që do t'i parafroj edhe është një qëllim i përbashkët për gjithë komunitetet në Maqedoni.